se, do të me ditë emrin bre, që kjo është kërkesa jonë. Kush është emri që ne do ta nënshkruajmë për kandidaturë? Është kjo pyetje që ja drejtoni zonës Kabashit. Okej. Veç edhe të fundit, domethënë për LDK-n dihet ofertë e përmendi edhe kryeministri. Ofertë qeverisë, se ka thënë LDK-ja s'jemi të interesuar për ofertë qeverisë, jemi të interesuar për president. Pas kësaj i kemi ofruar edhe pozitën e kryetarit të kuvendit. Po për çështjen e presidentit, na prapë themi, nëse ka një emër që është konsensual jo politik, le ta propozojmë. A jeni të gatshëm ju t'ja ofroni partisë së zonës Kabashi pozicionin e presidentit? Nëse ka një emër konsensual, nëse ka një emër politik siç kanë kërku PDK-ja, legitimitetin më të madh sigurisht që ka Glau Konjufca. Në çfarë rrethani mund të flas për një marrëveshje politike, a jeni të gatshëm t'ja ofroni subjektit politik Partisë Demokratike? Sa po buni argumentin tëm? Pozicionin e presidentit. Cilin emër është fjala? Kush e vlerëson? Pozicionin PDK-ja që do ta vlerësonte. PDK-ja duhet ta prezantoj emrin e kandidaturës. Kush me vlerësu emrin? Sigurisht që ne kemi me votu, deputet e Kuvendit Republikës Kosovës. Sigurisht që kryeministri. Zonja Kabashi, a e kërkoni ju në një vetëm pak zonja Feza, me shumë respekt. A e kërkoni ju pozicionin e presidentit ta ketë Partia Demokratike e Kosovës në mënyrë që të lëvizni përpara, a do ta pranoni një gjë të tillë apo edhe për këtë është vonë? Gjithçka ka përfundu. Ka pas opcione të